Miqtë e mi, përshëndetje. Ne na pëlqen liria e vendit, por personazhi i historisë sonë të sotme e zbuloi kuptimin e lirisë së vërtet vetëm pas e kishte kaluar vite të tëra në skllavëri. Dikush e bëri atë të lirë. Që nga ajo kohë ai qëndroi në liri, duke ndihmuar të tjerët të gjejnë gjithashtu liri, sepse zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat. Po afrohen aeroplanët bombardues. Shkojmë në Bodrum. Shpejt, shpejt! Mami, si t'ja bëjmë shkofri? Hans, eja tu ulesh në prerin tim. Uji është i ftohtë dhe ti nuk e veshur asgjë nga këmbët. O zonë sa frik! Mami! O, si t'ja bëjmë? Mos po bjerë! Kur do të marrë fund kjo luftë e mallkuar? Po ndiqni të lirë nga prangat të radiodramatizimit e historive të vërteta njerëzore. Këtë histori janë prodhuar në Chicago nga Pacific Garden Mission dhe vinë për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju ftohet të ndiqni programin me numër 323, programi që ju bën të përballeni me veten dhe të mendoni. Hans! E more vesh që do lumdrojmë për në Amerikë? Jo. Je i sigurt për këtë? Po, sa po erdhi njoftimi? Kjo është fantastike, por më vjen shumë keq që do të largohemi nga Gjermania. Po pra, do të na mungojnë shokët dhe të afërmit, por këtu nuk kemi asnjë të ardhme. Po si u bë e mundur kjo gjë? Ai djali që erdhi të na vizitonte vitin e kaluar, është në kushërir i largët. Kështu që ai dhe familja e tij janë marrë me dokumentet tona. E po duhet të jenë shumë të pasur që na kanë dërguar kaq shumë rroba dhe ushqim. Ej, po mos harro kutitë të mëdha të kafes. Papi mezi arrin të blej një filxhan kafe një herë në disa kohë. Më vjen mirë që po mësoj gjuhën angleze në shkollë. Po, ne kemi mësuar shumë gjëra për Amerikën. Njerëzit atje kanë liri. Hej, vras mendjen. Se çfarë do të thotë të jesh i lirë? Personazhi i historisë sonë të sotme ishte 13 vjeç në vitin 1952, kur familja e tij la Gjermaninë për të shkuar në Amerikë. Ata kishin jetuar në skamje, frikë dhe në zgjedh, por shumë shpejt do të gjenin liri. Kjo është historia e Hans Nicolait, që flet për udhëtimin e tyre, dëshmi që vjen tek ju tani në Të lirë nga prangat. Gjatë 10 ditëve që qëndruam në anije, ne vetëm u sëmurëm, por gjithashtu përjetuam aventura të reja duke parë filma. Ndërkohë që lundronim pranë statujës së lirisë, një ndjenjë frike dhe adhurimi më përshkoi shpirtin. Asnjëherë nuk kam për t'i harruar ato çaste. Ne udhëtuam 5 ditë me autobus duke shkuar në Reno të Nevadas. Ai ishte vend aq i madh sa të linte pa fjalë. Kur mbërritëm, mirëbërësit tanë po na pristin dhe na ndihmuan të gjenim shtëpi dhe punë. Unë shpërndaja gazeta dhe gjithashtu punoja në një pikë karburanti. Pronari i saj më mësoi shumë gjëra. Pra, kur e mbush makinën me karburant, ti e kontrollon vajin në këtë mënyrë. Fillimisht kontrollon nivelin e vajit, por këtë e bën pasi e fik makinën, sepse kur është ndezur nuk e kupton mirë. Në rregull. Makina ka probleme kur ka pak vaj, më kupton? Po. Dhe në fund pastron xhamin e përparëm. Duhet të jesh vigjilent, Hans. Vigjilent për çdo gjë që bën. Hans, ja tek po vjen një makinë tjetër. Mos harro që duhet të jesh i sjellshëm. Ai më mësoi se çfarë është integriteti dhe etika në punë. Gjithashtu drejtonte ndeshje boksi në Reno dhe më përfshinte edhe mua në ndeshje. Pas shkollës takoja një nxënës të krishterë, i cili më ndihmonte të mos flisja me tekst gjerman. Doja që djemtë e tjerë të mos më ngacmonin. Gjithashtu më mësonte si të zgjidhja shok të mirë dhe që mësonin shumë. Pasi disa fëmijë na thirrën nazist, ne i ram dhe prej atëherë askush nuk na quajti më të tillë. Isha 17 vjeç. Unë punoja edhe në një dyqan ushqimor, ku njoha Merin. Ç'kemi Hans? Meri, dëshiron të ndihmoj që të gjesh atë që të duhet? Oh jo, faleminderit. Nëna më ka dërguar të marr një kuti supe të konservuar, por i di gjërat ku e kanë vendin. Kur ne ishim në Gjermani duhet të vijesha në radhë të gjatë për të marrë supë. Dhe kur dilja në krye, nuk kishte më. Sa keq. Ashtu është. Shumë herë ushqimi ndotej.
por ne e hanim sepse ishim të urritur. Si të qoftë, këtu kemi ushqim me bollëk. Më bëhet qefi që keni ardhur të jetoni këtu, Hans. Edhe mua, Mary, ndryshe nuk do të kisha njohur. Ishte dashuri me shikim të parë. Ajo ishte 13 vjeç dhe duhet të priste edhe pak që të mbushte moshën dhe më pas të dilnim së bashku. Unë u diplomova në shkollën e mesme dhe prita që Mary të arrinte moshën e dur. Më pas u bëra pjesë e forcave ajrore ndërkombëtare në Nevada. U trajnova si polic ajror, kështu fillova të pija me djemt. Në drek haja sanduiç dhe pija birë. Mbrëmjeve në kampin veror, vetëm pija. Ndonjëherë vinte dhe vllai. Pastaj mbërritëm në New York edhe morëm një taksi për të shkuar në stacionin e autobusit. Rrugës, babi pa një tabel ku ishte shkruar birë. Edhe u luriti taksisit që të ndalonte për të bler një. Ai ktheu një glëng birë, por më pas e nxori nga goja. Bira ishte e përbër nga rënjët e pive. Babuçi Gjor u të merrua. O plago, sa shumë kam pirë. Duhet e i dorë. Në fakt ne nuk ndaluam së piri. Një natë, pas një konkursi me bira, ne humbëm djenjat në një nga brigjet e liqenit Tahoe. Në mëngjes udhëtuam me 80 km/h për në qytet. Njëherë i madh tha se nëse pija sërish kështu, do të shkoja në burg dhe ai do të më linte atje derisa të merrja mësimin e duhur. Në fakt nuk ndodhi kështu. Një natë tjetër pim aq shumë sa përfunduam në një qendër shpëtimi. Ky vend nuk është lokal. Ku jemi? Ku jemi kështu, ha? Kjo është një qendër shpëtimi. Shumë mirë, se edhe ne shpëtim duam. A shërbeni birë juve këtu, ha? Jo, ne i shërbim vetëm Zotit Jezus Krisht. Ikim Llaçko, ne jemi plotësisht të humbur. Ashtu është, të humbur jeni. Është një rrugë e njeriut që i duket e drejtë, por në fund ajo të nxjerr në rrugën e vdekjes. Çfarë po përpiqesh të na tregosh ti, ha? Po përpiqem t'ju tregoj se Jezus Krishti vdiq për mëkatet tuaja, sepse Perëndia ju do. Nuk ka asnjë mënyrë tjetër për të shkuar në parajs përveç se nëpërmjet tij. Jezus i tha: "Unë jam udha, e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek Ati përveç se nëpërmjet meje." I matë është personi i fundit që dua të takoj tani, dakord? Ja, ikim nga ky vend. Mos harroni, Perëndia ju do. Meqense më pëlqente puna në forcat ajrore, e dija që nuk do të mund të kisha një martesë të lumtur nëse do të kaloja jetën duke pirë. Kështu pasi unë dhe Mary u martuam, dhash dorëheqjen dhe u bëra mobilier. E vetmja kohë kur pija ishte gjatë festës së Krishtlindjes. Merit nuk i pëlqente ndjesia e të mos qenit nën kontroll të vetes. Ndaj pinte shumë pak. Ajo e dinte kur duhet të ndalonte, kurse unë jo. Djali ynë Meti lindi në vitin 1963 me fenilketon urin. Hans, doktori tha që ky është rregullim gjenetik i trashëguar. Trupi i tij nuk prodhon proteina. Por askush nga ne nuk e ka këtë problem. Ne jemi bartës të gjeneve të ndryshme. Doktori thotë se mbase nuk është mirë të bëjmë fëmijë të tjerë sepse mund të kenë të njëjtin problem. Pra djali duhet të ketë një dietë ushqimore me sa më pak proteina që të jetë e mundshme, apo jo? Kështu tha doktori. Ai më dha një listë, por do të bëj edhe vetë disa kërkime për të gjetur një mënyrë që ta ndihmoj djalin. Mary, ti je një bashkëshorte dhe një nën shumë e mirë. E po, ai është i vetmi fëmijë që kemi dhe që do të kemi. Po ne mund të birësojmë fëmijë të tjerë, Mary. Atëherë të birësojmë një vajzë. Vitet e para të martesës ishin vitet më të lumtura, por pasi punova si mobilier për 3 vjet e gjysmë, në vitin 1964 dhash dorëheqjen për të filluar shkollën dhe për të bërë agent shitjesh të pasurive të patundshme. Fillova të punoja në një kompani të madhe. Atje njoha një ortak që pinte dhe pas pune kaloja orë të tëra duke pirë me të. Sidoqoftë në vitin 1966
Kur vajza jon Kirsten erdhi të jetonte me ne, unë dhe Mary ndërtuam një shtëpi në një zonë të bukur të Renos. Pia gjithnjë më shumë, dhe Mary duhej të kujdesej për të 2 fëmijët. Ajo nuk mund të vinte pas meje që të më kërkonte lokaleve. Ndonjëherë kthehesha në shtëpi i pirë dhe i dhunshëm. Hans, je kthyer 2 orë me vonesë. Ve, kisha një takim pune. Ku e kishe takimin në lokal? Po duhet të argëtojmë pak klientët, si thua. Pastaj vetëm një gotë piva. Të kam përgatitur kotole deri dhe lakër, por tani duhet janë ftohur. Nuk e kuptoj pse vjen kaq vonë mbrëmjeve. Po pse ndalon lokaleve dhe i shpenzon lekët kot? Mos më fol mua në atë mënyrë. Do të vras. Hans, e dëgjon veten se çfarë je duke thënë para fëmijëve? Mos më bëj mua moral. Çfarë po bën kështu? Mos u përpiq të më kontrollosh. More vesh, as me ushqim dhe as me gjëra të tjera. E dija që në zemrën time kishte diçka që nuk shkonte, por kisha humbur kontrollin dhe nuk mund të ndryshoja. Shpesh zgjohesha me dhimbje koke nga të pirët dhe kërkoja Mary t'i telefononte shefit për t'i thënë se isha i sëmur. Si pjesë e punës ishin dhe konferencat ku duhet të shkoja. Gjithnjë bëhesha gjallëria e festës. Si kryetari i zgjedhur i bordit të shitblerjeve të pasurive të patundshme të Renos, pata shumë sukses. Po për shkak të krizës së vitit 1966 për të kompensuar të ardhurat e mia, u desh të punoja si shitës qumshti. Ne e shitëm shtëpinë dhe u shpërngulëm në një apartament. Një ditë pasi përfundova punën, kalova 2 orë në lokal. Gjatë kthimit në shtëpi u aksidentova rënd. Hans, çfarë të ka ndodhur që e ke kokën gjithë gjak? Kam bërë aksident. Por plasa me një djalë në kryqëzimin e rrugës Virginia. Oh, atje ndodhin shumë aksidente. Duhet vënë patjetër një semafor. Unë dalova dhe pash nga të 2 drejtimet. Por ajo makinë doli nga hiçi edhe më goditi. Oh, lavdi Perëndis që je mirë. Po pra, po të kisha marrë makinën tënde të vogël, do të kisha vdekur tani. Po makina jote nuk është e siguruar. E di. Edhe makina me të cilën u përplasa është shkatruar plotësisht. Na presin ditë jo të bukura, Mary. Më vjen shumë keq. Sidoqoftë tani bën mirë të lahesh dhe të heqësh gjakun edhe xhamat nga flokët. Ai aksident u bën një barë financiare për familjen, por më ndihmoi të reduktoja pijen për disa kohë. Nuk ishim shumë të ardhura. Mary dëshpëroi gjithnjë më shumë prej pijes time dhe lodhjes që më shkaktonte. Në fund kaloi një krizë emocionale dhe doktorët e shtruan në spital ku ajo u përpoq të vriste veten. O Perëndi, lërm të vdes, të lutam. Ose më jep forcë për të kujdesur për fëmijët edhe bashkëshortin. Pak nga pak, të lutam. Pas një muaji, Mary doli nga spitali dhe erdhi në shtëpi. Me vete mori kura që do ta ndihmonin të përballej me depresionin dhe me skllavërinë time ndaj alkoolit. Ajo u përpoq shumë që të kujdesej për fëmijët dhe për ta mbajtur familjen të bashkuar. Ndërkohë në një baxho, njohej një punëtor që nuk pinte fare alkool. Ai më përballi me mëkatin. Si është gruaja, Hans? Më mirë, faleminderit. Nuk është e lehtë të jetosh në një botë të mbushur plot me mëkate. Jo, nuk është. E di që Jezusi vdiq për mëkatet e tua. Po, i di të gjitha këto gjëra sepse shkoj në kish. Po që të gjithë njerëzit duhet i kërkojnë Jezusit t'ju falë mëkatet. Këtë e di? Po, edhe këtë e di. Të gjithë duhet i kërkojmë Krishtit të vijë në zemrën tonë. Kështu rilindim dhe bëhemi të krishterë. Po. Hans, ti e ke bërë një gjë të tillë? Po, unë jam i krishterë, Wes. Të thash që shkoj në kish. Të shkosh në kish nuk do të thotë se je shpëtuar. Jezusi është e vetmja rrugë për të rilindur. Fjalët e tij më goditën si një thik, por unë i hodha prapa krahëve duke vazhduar përpara me jetën time. Nuk hoqja dorë nga pija. Për disa vite drejtova një kompani shitblerjesh të pasurive të patundshme dhe më pas në vitin 1971 themelova kompaninë time. Një ditë kur u ktheva në shtëpi, i me shoqja kishte ndryshuar dhe ishte bërë një njeri tjetër. Këtë mëngjes fqinja më pyeti nëse mund t'i çoja fëmijët në takim në klubin biblik. Si du duk? Hans, kam shkuar në kish për shumë vite, por asnjëherë nuk e kisha kuptuar që Jezus Krishti vdiq për mëkatet e mia.
Meri, ti nuk je mëkatare. Jo si unë të paktën. As unë nuk e kam parë veten si mëkatare, por fol si tha se ne të gjithë mëkatojmë. Gjithnjë e kam ditur që kjo botë është e mbushur me mëkatarë dhe Jezusi vdiq për ta. Thjesht nuk e dija që unë isha një prej tyre. Interesante kjo. Sidoqoftë, sot u binda për mëkatet e mia dhe u pendova duke i kërkuar Jezusit të më shpëtonte. Ja dorëzova jetën Krishtit. Të njëjtën gjë bën edhe fëmijët. Me të vërtet? Sa mirë. Unë do të lutem edhe për ty, Hans, për prindrit edhe për të afërmit. Pas asaj dite Meri ndryshoi shumë. Ajo kishte qenë gjithnjë e dashur, por tani kishte një ëmbëlsi dhe një butësi që asnjëherë nuk e kisha parë në të. Të mërkurave në mëngjes filloi të shkonte në studimin biblik në kishën ku ishte shpëtuar. Ajo më kërkoi të shkoja me të, por unë nuk pranova. Megjithatë, së bashku filluam të ndiqnim programet e një ungjilltari në televizor. Fjalët e tij më bindën. Një mbrëmje pranvere, shkova të pija me 2 bashkëpunëtorë dhe u ktheva në shtëpi aq i pirë sa më lan të flija në dhomën e ndënjes. Hans, zgjohu! Çfarë ka? Kam gjithë natën që përpiqem të zgjoj. Kaldaja nuk ndizet dhe shtëpia është shumë e ftohtë. Mirë, do ta rregulloj më vonë. Hans, të lutem, çohu, kontrolloje tani. Do të më lësh rehat? Të thash do ta kontrolloj më vonë. Po shtëpia është e ftohtë. Fëmijët po ngrinë. Fëmijë, shkoni të shrihen në krevat që të rini ngrohtë. Hajde, shpejt. Unë kam jetuar më keq se ju kur isha në Gjermani. Hans. Më lë rehat tani. Duke qenë se isha shumë i pirë për ta rregulluar kaldajen, fjeta në divan, ndërsa Meri u kyç në tualet. Perëndi i dashur, nuk duroj dot më. Nuk mund të vazhdoj të ndjej dashuri për Hansin. Nuk dua ta lë dhe as nuk dua të më lër, por nuk mendoj se mund ta dua më. E di që ti e do dhe lutem që ta duash nëpërmjet meje, sepse unë nuk mundem e vetme. Nëse ai më lëndon sërish, të lutem të më japësh paqe dhe të mos e lejosh dhimbjen të zgjas. Zot, unë ta dorëzoj ty Hansin. E dëgjova Merin tek lutej dhe fjalët e saj më prekën, por kjo nuk më ndihmoi të ndryshoja. Ajo vazhdonte të më kërkonte që të shkoja me të në kishë, por unë refuzoja, kështu që dërgoi pastorin në shtëpi që të bisedonte me mua. Ai më dha një fletush ungjillizuese që titullohej 4 ligjet shpirtërore, por i thash se Meri ma kishte treguar edhe më parë se çfarë thuaj në të. Refuzoja çdo përpjekje që bëhej për të më afruar tek Perëndia. Në fund rash dakord të shkoja në një takim me biznesmen të krishterë, por më pas u përpoqja disa herë që ta anulloja takimin. Po flisni me pastori juin. Si mund t'ju ndihmoj? Përshëndetje pastor. Jam Hans Nikolaj. Hans, gëzohem që po të dëgjoj. Mezi pres që të vish në takim sonte. Në fakt për këtë ju kam telefonuar. Sot është ditëlindja e Timeti dhe ai ka organizuar një festë të vogël, kështu që nuk do të mund të vij dot në takim. Hans, ti mund të shkosh edhe më vonë në festë, sepse takimi nuk do të zgjas shumë. Jeni i sigurt? Po, Folsi është një gazetar nga Kalifornia. Takohemi në orën 7. Perëndia atë dhe Zoti Jezus Krisht kanë qenë duke i folur zemrës tuaj sonte, ose mbase dikujt që mund të jetë si Nikodemi, i cili e takoi Jezusin një natë në fshehtësi. Dhe Jezusi i tha atij: "Nëse një nuk lind përsëri, ai nuk mund ta shohë mbretërinë e Perëndisë." Fillimisht duhet të shohim mbretërinë e Perëndisë, por mëkati na pengon ta sodisim lavdinë e Zotit. Ja pse duhet të rilindim. Si shumë njerëz sot, edhe këtu ka nga ata që tallen me idenë e të rilindurit. Por kjo është e vetmja mënyrë për të shkuar tek Perëndia. Jezusi tha: "Kush nuk lind nga uji dhe nga fryma, ai nuk mund të hyjë në mbretërinë e Perëndisë." E shikoni pra që mëkatet tona na ndajnë nga Perëndia që është i shenjtë dhe i drejtë. Ai thotë se paga e mëkatit është vdekja. Ne ndahemi përgjithmonë prej tij. Dhe këtu po flasim për ferrin, miqtë mi. Perëndia është dashuri dhe dritë, ndërsa ferri është errësirë e përjetshme. Por Jezusi pagoi për ne me vullnet të plot. Ai derdhi gjakun në kryq për të na pastruar nga mëkati. Dhurata e Perëndisë është jeta e përjetshme nëpërmjet Krishtit Jezus, Zotit ton. Kjo është dashuri miq. Bibla thot: "Por Perëndia e tregon dashurinë e tij ndaj nesh në atë që kur ende ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne." Në këtë takim është dikush që disa herë i është ofruar mundësia t'ia dorëzonte jetën Krishtit, por krenaria dhe vullneti i tij e kanë mbajtur larg atij që vdiq për të. Por mos harroni, asnjëherë nuk është vonë.
Nëse sonte dëshironi të rilindni në frymën e shenjtë, ngrini dorë. Me dorën e majt u përpoqja të mbaja ulur dorën e djathtë dhe po ashtu me dorën e djathtë u përpoqja të mbaja të majtën. Lotët që më mbushën fytyrën nuk ju bindën vullnetit tim, dhe kështu u theva i penduar ndaj Perëndis që më donte aq shumë. Ju dorëzova Krishtit. Çlirimi ishte aq i madh sa qava me zë. O Perëndi, o Perëndi, të lutem më fal për të gjitha ligësitë që kam bërë, për dhimbjen që i kam shkaktuar familjes. O Zot, më shpëto nga mëkati. Nëse kjo është e vërtet, sonte në këtë vend t'i jap fjalën se do t'i jap zemrën, shpirtin dhe jetën për të gjithë ditët e mia. Në 20 maj të vitit 1971, mbrëmjen që u shpëtova, në Reno ra një nga stuhit më të mëdha të dëborës gjatë gjithë asaj stine. Por Perëndia ishte me mua kur po shkoja në festën e ditëlindjes së Timeti. Ishte edhe ditëlindja ime e re. Mami, babi, dua t'ju them diçka. Sonte i kërkova Jezus Krishtit të bëhej shpëtimtari im personal. Nuk do të pi më alkol. Jezusi më ka bërë të lirë. Mëngjesin tjetër i vizitova sërish prindrit dhe nëna donte të pranonte Krishtin. Nuk dija si ta ndihmoja të shpëtohej. Kështu që i tregova se çfarë më kishte ndodhur mua. Të dielën e shkuam për darkë tek im vëlla dhe atje piva një gotë verë. Unë ndjeva aq fajtor sa qava gjatë gjithë rrugës kur po kthehesha në shtëpi duke i kërkuar Perëndis të më falte. Me hirin e tij që atëherë nuk kam pirë më. Atë të diel në kish takova drejtuesin e qendrës së shpëtimit të asaj zone, dhe ai më ftoi për drek në qendër së bashku me familjen që të jepja dëshminë. Pra është dashuria e Perëndis që na sjell në pendim. Gjithë këto vite nuk e kisha kuptuar se si Perëndia ishte kujdesur për familjen time. Ai e ktheu timat shëndoshe mirë nga lufta. Ai e ribashkoi familjen kur u larguam nga Gjermania. Ai na solli në këtë vend për të qenë të lirë, por unë isha skllav i alkoolit dhe i krenarisë. Shumë të krishterë u përpoqën të ndanin me mua dashurinë e Perëndis, por asnjëherë nuk më interesoi. Më pas pash ndryshimin tek ime shoqe kur ajo pranoi Krishtin. Dashuria dhe besnikëria e saj më hapën sytë të shihja se sa i madh është Perëndia ynë. Nëna dhe babai im dje pranuan Krishtin. Tashmë e ka mësuar një varg në Bibël që thotë: nëse biri do t'ju bëjë të lirë, do të jeni me të vërtet të lirë. Ajo ishte hera e parë që predikoja, dhe në vitin 1973, Perëndia më thiri të shërbeja me kohë të plotë. Unë dhe im vëlla shkuam të dy në shkollën biblike në Indiana. Ishte periudhë e vështirë, por e paharrueshme, sepse punoja dhe studioja në të njëjtën kohë. Pas diplomimit ne pranuam të shkonim në Kaliforni, ku unë do të punoja si pastor. Në vitin 1978 filloi një betejë që ishte më e fortë se lufta që kisha përjetuar tërë ato kohë. Shteti kërkon të taksoj shkollën e krishter? Pikërisht kështu. Kjo është një nga gjërat që do të bëjnë sepse na kanë kërkuar që edhe ti mbajmë të regjistruara dokumentet që kanë lidhje me çështjet politike. Çështje të cilat ne i trajtojmë në kish. Çështjet politike? E po gjërat që ata i konsiderojnë si çështje politike janë thjesht tema biblike, si homoseksualiteti dhe vrasja, që nga ana ligjore e quajnë abort. Po pse i shohin këto tema ndryshe nga temat e tjera të Biblës? Këto vendime nuk duhen marrë fare në konsiderat. Në fakt, nëpërmjet këtyre temave Perëndia na flet, dhe për shkak të përfundimeve të neveritshme të veprave tona, ai kujdeset për mënyrën sipas së cilës ne zgjedhim të jetojmë. Hans, kjo gjë nuk më pëlqen. E di, shteti po shkel amendamentin e parë të së drejtës së lirisë së besimit. Po tani çfarë do të bëjmë? Është një organizatë ligjore e krishterë që dëshiron të na ndihmojë. Në gjykat? Ose në gjykat ose në legjislaturë. Ne nuk mund ta lejojmë shtetin të na tregojë se çfarë duhet të predikojmë, sepse Perëndia na e ka treguar tashmë dhe ne duhet i bindemi atij. Perëndia më kujtoi se betejë jonë është kundër gjigantëve të errësirës, por ne duhet të qëndrojmë në të. Duke mos gjetur zgjidhje në gjykat, ne filluam të punonim me legjislaturën e shtetit për të ndryshuar ligjin. 65 kisha u përfshin në këtë betejë, ndërkohë që kisha jonë rrezikonte të ishte e para në historinë e Kalifornisë, pasi edhe të vendit që do të konfiskojë nga shteti. Ne luftuam këtë betejë për 7 vjet.
Alo? Ç'kemi vëlla? E pash të gjithë intervistën tënde në televizor këtë mëngjes. Po përpiqem ta mbaj media në dieni të kësaj betejë. Vetëm një në gjithë këtë situatë, Hans. Sigurisht që jo. Perëndia na ka drejtuar. Është pak a shumë e ngjashme me betejën e Davidit me Goliathin. Por apo fiton? Beteja i përket Perëndis, jo për fuqinë dhe as për forcën, po për frymën time. Ajo që the në intervistë ishte me të vërtetë e fuqishme. E ke fjalën kur intervistuesi më pyeti nëse po qëndroja mbi ligjin me që nuk po i bindesha? Po, ti the se Ajmani ju bind ligjit të Hitlerit. 99% të kohës duhet i bindemi ligjit. Por kur ligji i njeriut bie në kundërshtim me ligjin e Perëndis, atëherë ne duhet të zgjedhim të bindemi Perëndis. Cili është ai vargu që ti citon gjithmonë? E ke te letra e Galatasve, kapitulli 5, vargjet 1 dhe 13 që thon: Qëndroni pra në lirinë me të cilën Krishti na liroi, dhe mos hyni përsëri në zgjedhjen e skllavërisë. Sepse ju o vëllezër, u thirrët në liri, por mos e përdorni këtë liri si një rast për mishin, por përmes dashurisë ti shërbeni njëri tjetrit. Të gjithë ranë në një mendje për dëshminë dhe presidenti Reagan thiri guvernatorin duke e detyruar ta firmoste që të ishim të lirë nga shteti. Beteja u fitua në vitin 1983. Faleminderit shpëtimtarit. Sidoqoftë, unë gëzoj jo për fitoren njerëzore, po për marrëdhënien që kam me Perëndinë e gjallë që më bëri të lirë nga mëkati dhe vdekja. Djali ynë shërbeu me ne për 20 vjet para se të fillonte një shërbes tjetër. Vajza jon dhe bashkëshorti i saj kanë qëndruar me ne për 30 vjet. Perëndia na ka bekuar me 6 nipër dhe mbesa. Ne jetojmë ende në Kaliforni dhe presim ditën kur do të qëndrojmë ballë për ballë me të, me Zotin Jezus Krisht. Nishtemi, kam një pyetje për ju. Apo jetoni në liri? Bibla thot: sepse ligji i frymës së jetës në Krishtin Jezus më çliroi nga ligji i mëkatit dhe i vdekjes. Kjo liri bëhet e juaja kur e pranoni atë në zemrën dhe në jetën tuaj. Nëse jeni lutur e dëshironi të dini më shumë për besimin në Krishtin, ju ftoj të na shkruani në adresën Radio 7 Kutia Postare 2914 Tiranë ose më dërgoni një email në info@radio7.net. Ndoqët programi me numër 323. Kjo ishte historia e vërtetë e Hans Nicolait. Të lirë nga pranga të prodhua nga Pacific Garden Mission dhe u soll për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë, për të treguar nëpërmjet historive të vërteta se nëse jeta juaj është bosh, ajo mund të mbushet derisa të derdhet. Do të ishte kënaqësi dëgjonim se si ka ndikuar këto programe në jetën tuaj, ndaj mos harroni të na shkruani. Deri herë në ardhshme bashk, miru dëgjofshim.